Prej dje është hapur linja ajrore Rom-Shkup dhe Anasjeltas. Këtë linje ka promovuar Alitalia, ndërsa fluturimi do të zgjas 2 orë në njërin drejtim për vetëm 99 euro. Vaz Group është përfaqësues kryesori Alitalia, ku do të ketë për çdo ditë fluturime të rregullta nga Shkupi për në Rom dhe Anasjeltas, ku nga Roma qytetarët e Maqedonisë do të kenë mundësi që të lidhen edhe me shtete të tjera nëpërmjet këtij aeroporti, tha menaxheri i përshqitje Veton Grubi. Ky projekt është sukses i parë i tur operatorit balkanik Vaz Tur, i cili me punën e tij nisi në Maqedoni që në vitin 2013 dhe tani shpresojmë që qytetarëve të Republikës së Maqedonisë t'i ofrojmë Italinë dhe botën më afër se sa që e kanë pas deri më tani. Alitalia do të operon fluturime çdo ditë Shkup-Rom, duke u nisur që në 5:30 të mëngjesit dhe arrihet në Rom në orën 7:15. Nga Roma, siç është e njohur, është aeroport shumë i frekuentuar dhe mund të kapet e gjithë bota nga atje. Alitalia, që sa për të filluar punën në Shkup, ka promovuar 3 çmime të cilat janë 99 euro, duke i kyçur këtu edhe taksat e aeroportit, vajtjardhje për Rom, 149 euro për gjithë Italinë dhe 199 euro për gjithë Evropën. Besoj që këto çmime janë të kapshme dhe promocionet vlejnë deri me 12 maj dhe i lut që i këshilloj në fakt të gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë, nëse duan për çmime të arsyeshme të fluturojnë në Itali dhe Evropë, të shpejtojnë dhe të prenotojnë biletat. Drejtori Gjenerali i Aeroportit Zoran Krstevski tha se me vendosjen e linjës së rregullt Shkup-Rom, TAV Maqedonia plotson edhe një premtim të dhënë nga lidhja e Maqedonisë me kryeqytetin e Italisë. Fluturimi nga aeroporti i Shkupit deri në aeroportin Fiumicino do të zgjas pak më shumë se 1 orë dhe të gjithë do të kenë mundësi që të vizitojnë destinacionet e njohura turistike atje, por njëkohësisht edhe italianët do të mund të arrijnë lehtë dhe shpejt në vendin tonë, tha Krstevski. Ndërsa Marco Kfalirella, menaxher regional i Alitalia, tha se kjo linjë do të shërbejë në interes të bashkëpunimit ekonomik mes Italisë dhe Maqedonisë dhe në shërbim të qytetarëve të Maqedonisë të cilët jetojnë apo punojnë në Itali, të cilëve do t'ju mundsohet një lëvizje më e lirë. Çmimi fillestar do të jetë 99 euro dhe kjo ofertë do të zgjas deri më 10 maj, tha Kfalirella. Në këtë ceremoni ishte i pranishëm edhe ambasadori i Italisë në Maqedoni Ernesto Massimno. Me çfarë rast ai tha se i falenderoi përfaqësuesit e Alitalia që kanë hapur mundësi të reja për qarkullim të lirë nga Shkupi për në Rom dhe në këtë mënyrë prezantoi në mënyrë simbolike hapjen e korridorit 8 për në Itali, që është një ndër qendrat evropiane që lidh botën dhe Evropën. Kjo mundësi e re do të jetë e mirëpritur nga ana e operatorëve Alitalia, që janë të interesuar për Maqedoninë si destinacion turistik, por edhe nga ana e numrit të madh të personave nga Maqedonia që punojnë dhe veprojnë në Itali.